Ministria e Bujqësisë ka nisur hartimin e skemës kombëtare për vitin 2026 pasi mbyll turin e konsultimeve me fermerët. Në të 12 qarqet e vendit u zhvilluan takime me qëllim që skema e aktiviti të vijë me ndryshime si përgjigje kërkesave dhe shqetësimeve që fermerët kanë prej vitesh. Edhe pse skema ende nuk është finalizuar, pritet të ketë ndryshime në mënyrën se si disturbohet financimi për naftën, por dhe rishikimi i kritereve në blegtori në mënyrë që të rritet numri i përfituesve edhe tek blegtorët. Për të mbështetur fermerët si në prodhimet bujqësore, ashtu edhe në shtimin e fermave apo prodhimeve blegtorale, në buxhet janë parashikuar për skemën kombëtare 52 milion euro, por kjo shifër pritet të rritet me aktet normative që do të ketë edhe buxheti i këtij viti. Kurse për vitin që lan pas, mbështetja për të skemë u rrit në 64 milion euro me aktin normativ të dhjetorit 2025, në mënyrë që të mbylleshin pagesat për të gjithë fermerët përfitues të skemës, pavarësisht garancisë sovrane prej 30 milion euro të miratuar vjet nga qeveria që parashikonte marrje kredie pranë bankave me normë interesi 2% dhe me garanci shtetërore 70%. Shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vjet u dha më pak UHA për bujqësinë shqiptare. Gjatë 2025-s janë dhënë total për bujqësinë rreth 26.4 milion euro UHA, nga 27.2 milion euro që ishte vlera në vitin 2024. Kjo tregon se financimi i bankave për sektorin që kontribuon me 15% në prodhimin kombëtar është më pak se 1% të totalit të UHA-ve të reja që u disturbuan vjet. Ndërkohë gjatë këtij viti pritet zhbllokimi i fondeve të IPARD, që u bllokuan në 2023 për shkak të parregullsive dhe abuzimeve. Ministri i Bujqësisë ka njoftuar se më 9 mars do të shkojnë në Bruksel, ku do të ketë diskutime për hapjen e IPARD-it në vjeshtën e këtij viti.